Filloj me përgatitjen, fillimisht përgatisim brumin. Brumi është i ngjashëm me brumi i pitëve të zakonshme. Këtu në kam 700 gram me miell, këto masa janë përshtatshme për një tepsi me numër 40-42. Qofse përgatitni në një tepsi më të madhe vetëm se shtoni masat e miellit dhe ja shtojmë një lugë gjelle me krep. I shtojmë pak vaj, dikun rreth 2 lugë gjelle. Që më letë bëhet tërheqja e brumit dhe për formimin e brumit na nevojitet uji i bakët. Masat e ujit asnjëherë nuk dihen fikse. Shtojmë kështu dhe punojmë brumin me dorë. Kështu e punojmë derisa brumi largohet plotësisht nga dora. Në këtë mënyrë kontrollojmë trashësinë. Duhet që del brumi me trashësi mesatare. Uji zguzon të jetë shumë i nxehtë, por vetëm sa ta duroj dora. Këtë mënyrë e punojmë brumin. Kam punuar brumin mirë. Është një brum me trashësi mesatare. Tash mbuloj në dhe lojmë brumi që të pushoj dikon për gjysmë ore. Brumi ka pushuar mjaftueshëm, e largojmë nga ena. Hedhi pak miell gruri në tavolinë sepse hapjen më pas do e bëjmë me miell mistri dhe kaloj brumin. Është bërë një brum i mirë pasi ka pushuar. Tash brumin e punojmë kështu pak. Dhe ndoj në 8 pjesë të barabarta. Nduhem se cilës pjesë t'jap masinë e një. Dhe marr se cilën pjesë dhe rrokollis në mirë, kështu duke ia dhënë formën e lëmuar, formën e një kulaçi. Këtë mënyrë vazhdoj tutje me gjitha. Pasi gjithë kuleçve ja kam dhënë formën, i mbuloj kështu me një pecetë kuzhine dhe i lëm që të pushojë ndikon rreth 15 minuta. Brumi ka pushuar mjaftueshëm. Tash marrim dhe i kalojmë kuleçtë në njërin pjesë të tavolinës dhe e lëm kulaçin e parë për hapje. Kuleç tjerë përsëri mbulojmë kështu me pecetën e kuzhinës dhe fillojmë që të bëjmë hapjen. Hapjen e bëjmë me miell mistri, miell marketi, nga indi. Nëse keni bio, duhet që ta merrni një sipër dhe ta sitni miellin mirë. Pra hapim në një masi të madhe, dikun rreth 60 cm. Hedhi miell gjatë hapjes sa herë që të ka nevojë. Vërtet ja vlen me provu këtë kollpite, bëhet shumë e shijshme. Taman një kollpite tradicionale, ashtu siç e kanë përgatitur gjyshet tona. Një kollpite e veçantë, të cilën e kanë përgatitur sa herë që kanë pas mysafir. Nduhem që jap formën athore gjatë hapjes. Këtë mënyrë hapim në masinë e dëshiruar. Pasi kam bërë hapje në masinë e dëshiruar, atëherë bëj lyrjen e pitës. Unë do e lyj me vaj, që mos bëhet shumë e rëndë me gjalp. Ju mund ta shtoni dhe gjalpin nëse dëshironi, ose nëse doni mund që ta përzini gjalpin dhe vajin bashkë. Mirëpo kështu me vaj mua më pëlqen. Kjo pite është mjaftueshëm i ndyra. Ja shtojna dikon 3 lugë gjelle të mbushura plot me vaj dhe fillojmë që të bëjmë mbledhjen. Kështu
me anë të gishtave bëjmë në formë të një harmonike nga të dy anët. Nuk e rrokollisim në formë rolle. Dhe pjesën e parë e bëjmë kështu në një formë të një rolle. Tash e vendosim në mes të tepsisë rollën e formuar. Pra, kjo lloj kolpitje nuk ka nevojë që të ketë mbushje, është kështu e thotë, mirë po del shumë e shishme, del e shkret. Në mënyrën e njëjtë vazhdojnë tutje me hapjen e gjithë kuleçve, kështu me millmistri. Dhe në masinë e njëjtë bëjmë hapjen. Dhe të mundohem që t'ja formën rrethore gjatë hapjes. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje. Edhe mill sa herë që ka nevojë. Vendosim pjesën e dytë apo kulaçin e dytë rreth rollës së formuar, rreth petës së parë. Në këtë mënyrë vazhdojnë tutje duke I renditur gjithë petat e hapura. Kemi hapur gjithë petat, kjo është peta e fundit. Dhe petën e fundit do veproj në mënyrën e njëjtë, dhe hedhi kështu. Vaj. Përhapi vajin. Ledhi petën kështu me anë të gishtave. Dhe e vendosi në tepsi. Kam vendosur të gjitha, kështu duke rrokollisur rreth petës së parë, rollën e parë që e formuam nga peta e parë. Dhe kjo është rolla e fundit. Ka dalë shumë bukur. Se përjashtojmë dikon 5-6 lugë me vaj, sepse do ndyrë kjo më të madhe pasi hapja është bërë me millmistri. Dhe kolpitja është gati për pjekje, kam nxjerrë furrën në 220 gradë dhe në atë temperaturë do pjeki rreth 20-25 minuta. Derisa kolpitja është në zjarr, ne përgatisim masën për zbutjen e saj. Këtu kam dikon rreth 90 gram 100 me gjallë dhe I zjarrin në temperaturë mesatare e gjetit. Shkri në fillim gjalpit dhe më pas e lën që digjet pak derisa ta merr ngjyrën kafe. Gjalpi është shkrier, ka fillu që të digjet. Tash e ulim temperaturën në temperaturë tonë dhe ja shtojna një gotë 200 ml me ujë. Dhe ja shtojmë 4 lugë gjelle me kos. Kto, I kam. Ose shmand varet se çka doni t'i shtoni. Përzi masën, rris temperaturën në mesatare dhe e përzi kështu derisa masa të vlojë. Masa ka fillu që të vlojë, atëherë ja shtojna pak krem, shumë pak, dikon një gjysmë lugë të mesme. Dhe masën e përzim dhe e largojmë nga zjarri. Kolpitën e kam larguar nga furra, shpjeku mjaftueshëm. Ja hedhim masën e përgatitur për zbutje. Masa është vale e nxehtë, kolpitja është vale e nxehtë dhe kështu ja shtojmë lugë në gjithë sipërfaqen. Mundohem çdo pjesë ta bëj me masën, sepse këtë mënyrë do zbutet.
Pasi ja kam hedhur gjithë masën, kolpitën e kthej në zjarr në temperaturë të njëjtë për 3 deri 4 minuta. Kolpitën e kam larguar nga furra, tash e lë që të ftohet mirë dhe do jetë gati për konsumim. Nuk ka nevojë që ta spërkasi me ujë, nëse doni mund ta mbuloni me një tepsi tjetër, vetëm nga avalli të zbutet dhe do ftohet dhe është gati për konsumim. Kolpitja është gati për konsumim, e kam mbulu kështu me një tepsi. Ta ndajmë pak dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë, ndahet flet dhe shihni tash, do ju demonstroj nga afër. Ja, dhe si ndahet flet. Vërtet ka dalë shumë e mirë, tamam, një kolpite tradicionale, ashtu si që kanë përgatitur më parë gjyshët tona. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë kolpite tradicionale boshe të holluar me miell misri, ju bëft mirë. Ju falenderoj që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.